Përshëndetje të gjithëve. Fillimi i vitit 2014 është shumë i rëndësishëm për gjithë ne, për të reflektuar edhe për të përgatitur për një fillim të ri. Të gjithë kemi historitë tona personale, ndaj sot kemi mbërritur së bashku me zonjën Mirela Arqimandritit e burgu 325 i Grave për të dëgjuar histori personale dhe për të pyetur se si ato e kanë pritur, le të themi, vitin e ri 2014 edhe natyrisht për të dëgjuar historitë e tyre personale. Mirela, përshëndetje, faleminderit në fakt që ishe e gatshme të vinim së bashku për të takuar gratë e burgu 325. Përshëndetje dhe juve të gjithave. Përshëndetje. Do doja të nisja t'ju pyesja fillimisht për përjetimet tuaja në këtë fund viti. Edhe në këtë fillim vitit të ri 2014, jemi në ditët e para të janarit në fakt. Unë quhem Bukuria Ahmetaj, një ndër nanat me fëmijë që vuaj dënimin në burgun 325, jam e dënuar 4 vjetë, më kanë ngelur edhe 7 muaj. Në fakt, festat e fund vitit, siç është viti i ri dhe fillimi i vitit 2014, për një nanë me fëmijë, aq më tepër me fëmijë të vegjël, siç jam unë konkretisht, përjetohet me emocione shumë të forta, kuptohet, me një shpresë shumë të madhe sepse shumë shpejt pretendojmë që gjinem pranë fëmijëve dhe pranë familjes. Institucioni këtu ku ne vuajmë dënimin, paraqet një interes, veçanarisht për nanat me fëmijë të vegjël, shumë në vijat e përgjithshme, po shumë me takimet, me telefonatat, me organizimet e festave, ajo çka ne na bën sa më të lehtë dhe sa më të ngrohtë ta përjetojmë, me sa më pak dhimbje. Këtu kem kurse të ndryshme, aktivitete, 6-7 kurse të ndryshme për të cilat certifikohem me certifikata nga Ministria e Punës e Migracionit. Por këto ditë e fundit, sipas lajmeve që kem parë në televizor, na shqetëson shumë lajmi i amnestisë dhe të gjitha gratë për Ju kishit edhe 7 muaj dënim. Keni shpresë nga amnistia? Kishim deri më sot shpresë për amnestin, por në gazeta flitet shumë, nuk e di për sa shohim në gazeta dhe për sa flitet, sikur sot jem demoralizuar një çik, por në lidhje me çështjen e amnistisë, në emër të gjitha bashkëvujtësve të mia, në emër të gjitha nënave shqiptare, në emër të vajzave dhe nënave të gjithave, bëj një thirrje ata që kanë në dorë, që ta vënë dorën në zemër dhe të bëjnë një përjashtim për gratë që vuajnë dënimin në burgun 325, sepse këtu unë kam gjetur bashkëvujtëse të mijat, që i kam gjetur këtu, që janë rreth 11 gratë që asnjëherë nuk janë prekur nga falja, nga dekreti dhe nga amnestia. Për çfarë jeni dënuar? Jam dënuar për vrasje, jam dënuar 8 vjet, kam bërë 2 vjet, kam edhe 6, jam nanë me 4 fëmijë, më të voglin e kam 12 vjeç. Vrasje, cilin keni vlarë? Bashkëshortin. Për atë vepër penale që kam bërë, po vuj shumë si për fëmijët që kam lënë, rrugëve ashtu edhe për ata sepse ishte jetë njeriu thaj. Jeni pentuar? Shumë. Në fakt, duke qenë të ndërhyra në këtë bisedë. Jo, janë histori të tilla që historitë janë shumë të dhimbshme. Në fakt ne pothuajse takuam të gjitha gratë që ishin këtu në këtë burg dhe që vuajnë dënimin e tyre, që normalisht ajo që ato kanë bërë ka qenë për të dënuar dhe këto janë gjitha të bindura për dënimin që kanë marrë, por mua më bëri shumë përshtypje që çdo që pyesja nuk kur bisedoha me to nuk flisnin në lidhje me dënimin, sesa flisnin për sa muaj apo vite u kishin mbetur. Pra, për to tani syt janë drejt ardhmes edhe kjo më ka bërë shumë përshtypje. Pjesa këtu, siç thanë edhe bashkëvuajtësit e mia, këtu është, mendoj se është e plotësuar. Ne trajtohemi mjaftueshëm mirë nga institucioni. I kemi kushtet si për të socializuar, si për të kaluar ditën. Aktivitetet nuk mungojnë. Na jepet edhe mundësia që të punësohemi dhe të kalojmë ditën, na duket më thjesht. Përveç kësaj momente, domethënë koha që ne kalojmë në punë është përblehet sepse kemi ulje dënimi. Kemi edhe masa të tjera, domethënë mënyra të tjera për ulje dënimi. Një herë në vit neve përfitojmë ulje dënimi 3 muaj. Domethënë siç thash, pjesa këtu është e kompletuar. Normalisht që e mira nuk ka fund.
dhe gjithmonë mund të bëhet më mirë, por ne jemi shumë të kënaqura si nga stafi i edukimit, nga punojësit e policisë, nga mënyra se si na trajtojnë. Në fund të fundit na trajtojnë si femra, ne jemi të brishta nga natyra, pavarësisht se kemi bërë një vepër penale, jemi dënuar dhe po kryejmë dënimin për këtë. Na trajtojnë në mënyrën më humane. Po juve jeni shumë e re. Çfarë do dohet ti të përgatitesh këtu për këtë ngjarje që të ndodhi dhe meqense ti duhet i vuash këto vitet e dënimit? Çfarë do dohet si do dohet të përgatitesh për jetën tënde të ardhshme? Çfarë do kishe dëshirë të bëje kur të dile që këtej? Ajo që neve këtu mendojmë është vetëm të dalim një moment edhe sa më përpara. Burgu, vetë fjala duket shumë e rëndë, megjithse ne këtu na janë krijuar kushtet që ta kalojmë sa më lehtë. Pjesa e vetme, ose të paktën flas për veten time, ajo që mua më vret edhe më bën të vuaj më shumë është largësia nga familja. Kështu që të gjithë duam të bashkohemi me familjen një herë edhe të vazhdojmë jetën ashtu siç ne dëshirojmë për jashtë. Për mendimet e tjera të vajzave, ajo që dëshironi ju të bëni kur pasi të dilni nga këto mure? Pasi dalë që këtu, njëherë normalisht do doja të isha afër familjes time, se ndoshta nuk është shumë, një vit e ca, ata duke ardhur këtu javë për javë, duke na vizituar, e shumë e vështirë ajo pjesë e largimit, kur e shikojnë që ikën ajo dera dhe kthejnë kokën përsëri për të parë, se normalisht nëna dhe baba nuk kënaqet kurrë. Por unë paktën në momentin e parë që dalë që këtu do shkoj tek shtëpia një herë, se normalisht në njerë them me vete e kam harruar të pjesën e shtëpisë, se si mund tjetë. Pastaj dëshira ime më e madhe është që doja të pjesën e shkollës që e kam lënë për gjysëm. Unë kam vazhduar drejtësi, e kam lënë në vit të dytë, edhe kur e kam marrë atë shkollë, të them të drejtën, më shumë se jam gëzuar, ka qenë një gëzim i paparë në shtëpi, si për mua, si për dhe të shtëpisë time. Se gjitha ato 4 vite duke mësuar dhe e di që e merr dhe pastaj e di që e lë për gjysmë sikur të vret. Edhe faktikisht mua më ka vrarë shumë. Por vetëm për diçka, domethënë faleminderit se në këtë vend që jam, më duket sikur e kam përvetësuar më mirë, se në momentin që të del një problem i caktuar, paktën që ka të bëjë me këtë lloj deg, me profesionin. Domethënë duket sikur je duke i bërë këto gjëra në praktik. Gjithmonë nga institucioni kemi pasur nxitje, domethënë që ne të vazhdojmë që në momentin që ne do fitojmë përsëri lirinë, të jemi të forta dhe të kemi bindjen për ato që neve do bëjmë kur të dalim. Edhe unë si goca që foli, kam lënë studimet për gjysmë, studioja për shkenca politike. Dhe në momentet që neve e humbasim atë besimin, apo ndihemi jo mirë shpirtërisht, nga institucioni kemi pasur gjithmonë ato nxitjet pozitive dhe forcën që të vazhdojmë përpara të bëjmë ato që ne duhet i bëjmë, sepse vërtet njeriu gabon një herë, po e rëndësishme është që të vazhdoj të eci përpara. Edhe nga ky mësimi dhe nga ky gabimi të mësoj, të paktën t'ia di vlerat e një gjëje që me të vërtet neve ndoshta kemi bërë apo nuk e kemi bërë, po të paktën të themi që këtë gjë përderisa vajta deri në këtë rrugë stop, duhet vazhdoj tjetër gjë, sepse është ajo tjetër gjë shumë herë më e rëndësishme për mua se sa kjo. Me sa kam parë dhe me sa kam mësuar unë këtu brenda, ndoshta do thonë ju se si mund të mësosh në një vend të tillë, por realisht mëson, sepse bëhesh më i vetëdijshëm për veten tënde, mëson më shumë gjëra që jashtë ndoshta s'ja ke ditur vlerën. Ndoshta po ta them një shembull kështu të thjeshtë, ndoshta edhe për toja të dilja nga shtëpia. Po e them, një gjë shumë të thjeshtë, që sinqerisht, domethënë sot vetëm ta kem një herë, edhe pastaj di unë se çfarë bëj, di unë se ku shkoj, di unë se sa rri jashtë apo se sa rri brenda. Mund t'ju pyes, po ju për çfarë jeni dënuar? Unë jam dënuar për trafikim të lëndëve narkotike. Fatbardha, ti je dënuar për vrasjen e abuzuesit apo jo? Mund të na shpjegosh si ndodhi, pse e vrave? Unë faktikisht atë vrasje e bëra në një rrethon tepër të vështirë, ndodhesha vetëm pas një pjesëtar të familjes time
Dhe çdo njeri po të gjente në atë situatë që ishëm unë, mund ta bëte një vepër të tillë, sepse nuk kisha as edhe një mundësi ku mund të kërkoja një ndihmë, sepse isha vetëm fare dhe shtëpia ime nuk ka asnjë shtëpi afër që mund të kërkoja ndihmë. Edhe ai kishte krijuar të gjitha rrethanat, ishte i përgatitur, më erdhi me armë, duke më kërcënuar me njerëzit e familjes time, që unë të bëja e tia, edhe unë bëra një zgjidhje shumë të gabuar, por nuk kisha mënyrë tjetër. Ju jeni e martuar? Jo, jam beqare. Po abuzuesi? Ishte i martuar. Ishte babai 4 fëmijëve, kishte edhe bashkëshorten. Ju nuk e njihnit apo e njihnit ishte nga fshati juaj? Jo, nuk e njihshim në shumë rrethana, po si person edhe e njihshim. Edhe fare nuk mund ta mendoja që ai person mund të drejtohet në familjen time për të tilla gjëra. Dhe sa vite kanë mbetur? Më kanë mbetur edhe 7 vite. Jam dënuar 12 vjet. Çfarë do dëshiroje ti Fatbardha? Unë të dëshiroja që të isha pranë familjes time, edhe ata më presin edhe janë tepër të mërzitur, të stresuar, sepse më ndodhte kjo normale që dua që ta krijoj një familje time, edhe sa më shpejt që të jetë e mundur. E ndodhi rastësisht nuk e pritshja fare dhe momenti që unë e kam patë në oborrin tim, më ka të merruar fare, se si mund të vjeri një njeri që nuk ka as hyrje as dalje dhe marrëdhënie me familjen, dhe duke e parë edhe të armatosur, nuk e di se si... Këtu si e kalon ditën, Fatbardha? Me çfarë merresh? Dita këtu nis si çdo ditë tjetër me aktivitete të ndryshme, jam edhe punësuar në kuzhinë të institucionit. Gatuan? Po. Çfarë të pëlqen të gatuash më shumë? Gjë që më pëlqen të gatuaj më shumë është musakaja dhe më pëlqen ta gatuaj dhe ta shijoj. Kur kemi raste festash, gjithmonë institucioni na lejon që ne të festojmë bashkërisht. Për çfarë jeni dënuar? Për trafik ndërkombëtar narkotiku. Mirë, ta lëm pas dënimit dhe të merremi me jetën tuaj këtu. Çfarë punoni? E tha pak Mirela, por më bëri shumë përshtypje në fakt se ndoshta edhe jashtë nuk do ta kishit bërë këtë punë. Ashtu siç thanë dhe shoqjet e mia, dhe që nga dita që hyrjes time në burg, unë jam munduar të përshtatem me punonjësit e institucionit, me shoqjet e mia. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë, edhe institucioni na përkushton gjithë vëmendjen dhe mundësinë për gjithçka që ne të aktivizohemi dhe të punësohemi. Pasi puna është në interesin tonë për ulje dënimi dhe për gjithçka që ne mund të favorizohemi dhe për të shkuar me lejet në shtëpi sa më shpejt afër familjeve tona. Unë martuar? Jo, e fejuar. E fejuar. Po prej 3 vjetësh. Vjen fejuari. Gjithashtu dhe ai ndodhet bashkë me mua në burg dhe nuk e kam mundësinë ta takoj sepse ai ndodhet në burgun e Peqinit dhe unë këtu. Na jeni këtu. Po. Çfarë ndërroni? Do ndërroni kur të dilni nga burgu, të bëni dasëm, fëmijë? Çfarë ndrash keni? Si çdo i ri normalisht edhe unë dhe mbi të gjitha duke qenë këtu dhe kam humbur shumë kohë dhe kam humbur shumë gjëra nga realiteti që kam qenë jashtë, kam pasur një familje të mrekullueshme, mbështetje në gjithçka atyre, por një gabim i imi që unë erdha këtu nuk më kushtoi vetëm mua, por edhe atyre, se që të kesh motra, vëllezër, prindër dhe të vinë këtu te dera e burgut dhe të duan të vinë me orë të tëra, me ditë tëra, të vinë, të takojnë dhe pastaj të shohin vetëm gjysor, një orë dhe çojnë dhe ikin, ata e vojnë më tepër nga ne, sepse pavarësisht se është burg dhe ne jemi në burg, kemi shumë gjëra të kufizuara, po ne jetojmë. Por atyre u duket shumë e rëndë që ne jemi këtu dhe e vojnë më shumë nga ne, dhe ata bëjnë burg bashkë me neve. Po juve me çfarë punë merreni këtu? Më thatë që ishit bëni këto pundoret, këto të tavolinës dhe këto pundoret janë tuaja, të gjitha? Aktualisht mirë me pundore, kur kam marrë fillimisht jam punësuar, por fatkeqësisht vuaj nga një smundje në veshka dhe nuk punoj dot në punë, bëj me pundore, por her pas here stafi sektori edukimit, institucioni organizojnë panajire, po ne jemi në punë e dorës, po organizojnë dhe i çojnë nëpër panajire dhe gjithmonë kena të ardhura nga punë e dorës. Po juve? Edhe ju me pundore? Gjithashtu po. Si është të thash, një pjesë të ditës jam në punë, pastaj merrem me aktivitete që janë të përshtatshme për mua. Pjesën tjetër të kohës merrem me pundore. Biblioteka pas ka goxha libra. Po shoh shumë libra në fakt. Edhe disa libra të tjerë cilat i lash në hyrje
dhe ata do t'ja sjellin juve patjetër, dhe gjithashtu do t'ju sjell dhe disa të tjerë, sepse i pash pak a shumë titujt këtu. Juve lexoni libret? Po. Vini i merrni vetë apo ka një farë rregulli si funksionon biblioteka? Këtu është e punësuar një tjetër e dënuar që kujdeset për këtë pjesën e bibliotekës. Normalisht që është një rregull i caktuar, do ta marrësh librin në një datë të caktuar dhe për sa ditë lexon më Si kundër funksionon në biblioteka? normalisht, si një bibliotekë normale, si një bibliotekë e qytetit. Po që libra ka plotë dhe me të vërtetë unë paktën një libër e kam mbaruar, kam filluar një libër tjetër. Ai libri dhe është më shumë filozofik faktikisht. Edhe ka libra të bukur. Krahas librit, po televizor shihni? Po. Çfarë shihni më shumë? Televizor dhe frigorifer kanë çdo dhomë. Ma tepër më pëlqen të shikoj lajmet, sepse nëpërmjet lajmeve marrim ma tepër njohuri mbi mbarvajtjen tonë e për gjithçka. Atëherë, sigurisht, telenovela për të kalu kohën, ose aktivitetet të ndryshme. Të marrim edhe urimet e këtyre grave, meqense do të largohemi edhe do dëshironim urimet tuaja për familjet, për shoqërinë që keni jashtë, për gjithë. Ta filloj me radhë, meqense ishim duke folur. Atëherë, ju uroj në radhë parë familjes time, fëmijëve të mi, bashkëshortit tim, të gjithë uruar festën e Krishtlindjeve, uruar vitin e ri dhe uroj që sa më shpejt na bashkojë Zoti me ta dhe të kemi një jetë sa më të lumtur. Unë me këtë rast të vitit ri me shumë dhemje të shpirtit tim, se fëmijët i kam të shpërnda sa në Greqi, sa në Shqipëri. Ju uroj atine një vit të mbar. Inshallah do të bëj Zoti mrekulli për të gjitha neve. Ju uroj të gjitha, e kam si mesazh këta për gjithë gratë shqiptare që janë jashtë që mos ta kenë fatin tonë, kur, këtu as armikun mos e pafsha, si thonë. Uroj që të bëhet më e mira. Ju faleminderit dhe juve shumë për mirë kuptimin, për ardhjen tuaj që sa do pak na lehtësoni dhimbjet tona. Ju faleminderit gjitha si staf të gjithëve. Faleminderit. Vazhdojmë. Urimet janë të bukura gjithmonë. Unë uroj gjithë shqiptarët, gjithashtu dhe stafin tuaj, ju faleminderit shumë që na kushtuat kohë dhe vëmendjen tuaj sot. Normalisht nuk do lëmënjan as familjen time, dhe uroj gjithë shqiptarët ta duan njëri tjetrin, por e ta vlerësojnë çdo ditë dhe çdo moment që jetojnë aty jashtë. Me rastin e festave, ju falenderojmë edhe juve që na erdhët sot këtu. Të gjithë familjet shqiptare, gëzuar Krishtlindjet, vitin e ri, edhe neve që jemi të dënuar ta kalojmë sa më mirë me njëri tjetrin, edhe mbase do Zoti dhe mund të jemi sa më shpejt pranë familjeve tona. Së pari faleminderit juve që na kushtuat kohën tuaj me neve këtu. Uroj gjithë shqiptarët që gëzuar vitin e ri dhe festën e Krishtlindjeve gjithë të krishterëve. Edhe shpresoj që të jetë një vit i mbar për gjithë njerëzit jashtë. Gjithashtu uroj edhe familjen time gëzuar vitin e ri. Shpresoj që të mblidhemi sa më shpejt bashk. Edhe ju jap një mesazh gjithë njerëzve jashtë që ta jetojnë kohën ashtu se ju vjen dhe më së miri, sepse është me të vërtet shumë e shtrenjtë për ne. Liria është shumë e shtrenjtë. Ju falenderoj që keni ardhur, ju uroj edhe juve gëzuar festat e fundvitit, një vit sa më të mbar. Po përpara se të uroja familjen time, dua t'i falenderoj me të vërtet shumë për gjithë mbështetjen dhe besimin që më kanë dhënë në këto kohë. Ju uroj gëzuar vitin e ri 2014 edhe shpresoj që sa më shpejt jemi bashkë. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithave që zhvilluam këtë bisedë. Ju uroj gëzuar, dhe sigurisht edhe lajme të mira dhe nga familjarët tuaj, nga të afërmit. Mirela, dhe një mesazh nga ana juaj për gratë këtu, për ato të cilat nuk mundëm që t'i kishim për shkak edhe të vendit, por edhe të kamerave. Janë të gjitha me mesazhe të përcjella aq bukur edhe aq të ndjera. Si që u thash edhe zonjave, unë ju uroj të merrni sa më parë lajme sa më të mira në lidhje me dënimin tuaj, me vuajtjen, sa më pak të keni që pas kësaj dite do t'ishte më mirë për ju. Gjithashtu
ato ditë që ju mbeten këtu, unë uroj t'i kaloni sa më mirë, mbi të gjitha të keni shëndetin tuaj dhe të mendoni për veten dhe për shoqet tuaja, të cilat vuajnë po njësoj dhe të kaloni mirë këtu në burg me njëra tjetrën. Shpresoj që me këtë emision ne kemi dhënë mesazhe të tilla dhe për brezin e ri, por dhe për çfarë do lloj brezi tjetër në lidhje me vepra të ndryshme të cilat njeriu në fakt nuk duhet i kryej në jetën e vet, për arsye se ndodhin këto që ju ka ndodhur juve dhe që nuk janë as pak të mira dhe për cilat ju keni nxjerr konkluzion për shumë vonë në lidhje me konkluzionin që keni nxjerr. Megjithatë, unë ju uroj gjithë mirat dhe uroj që ky vit t'ju nxjerrë të gjitha juve që unë njojta këtu sot, pasi pash që shpirti juaj ishte mjaft i mirë dhe i mbushur me mirësi, më tepër se sa me atë pjesën e ligësisë që ne zakonisht jemi mësuar ta shohim për te ekraneve kur flitet për dikë që shkel ligjin apo që bën vepra të ndryshme. Të falenderoj Mirela. Faleminderit që ishim bashk, e ndam së bashku këtë emision në këtë fillim të vitit 2014 edhe falenderojmë të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur dhe i urojmë së bashku me gratë e mrekullueshme që kemi njohur sot këtu në burgun 325 gëzuar vitin e ri 2014. Miru takofshim. Faleminderit. Po bëj ca plane. Ke hape. Ecni andje, ecni atë, vazhdoni. Takoni njerëzit, Niki. Vazhdo. Okej.
Takoj të goca këtu. Do. Ora Velindonja Misti, shumë faleminderit. Do të shkojmë për një vetë po. Largom nuk nisi me bosi bulinonës. Mos shiko këtë që djerë është Edhe ti shefe në televizor. Hape. Shumë mirë. Ma hapi që edhe super luqën, qashe. Hapi që ka të kapakun. Mbyllë derë dhe hap kapakun. Bravo, shumë mirë. Oke. Ma mbyllë edhe, ma mbyllë. Bravo.